Në Voskopoj u zhvillua mbledhja e Komitetit Rajonal për Zhvillimin e Turizmit për sezonin veror 2026, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve vendore dhe qendrore, si dhe të zëvendës ministrit të punëve të brendshme, Xhemal Qefalia. Takimi u organizua me fokus koordinimin e masave për mbarvajtjen e sezonit turistik dhe rritjen e standardeve të shërbimeve në qarkun Korç. Gjatë takimit u vlerësua potenciali turistik i zonës dhe rëndësia e koordinimit mes institucioneve për një sezon veror të sigurt dhe të suksesshëm. Në kohën e sezonit turizmi kërkohet një angazhim dhe një koordinim i të gjithë sektorëve. Të ballafaqohemi dhe të bëhemi gjithë bashkë që numri i turistëve dhe turistët të jenë të kënaqur për mënyrën e shërbimit, e pritjes, mënyrën se si do të qasen objektet kulturore, historike, për ta bërë atraktive gjithë kohën e qëndrimit të tyre në qarkun e Korçës. Patjetër që në këtë proces një rol kryesor luajnë bashkitë e qarkut, sepse ato ndikojnë drejt për drejt në infrastrukturë, në ndriçim, në promovimin e aktiviteteve kulturore, artistike, sportive, në publikimin e këtyre aktiviteteve dhe në funksionimin e zyrave të informacionit turistik. Vëmendje veçantë i duhet kushtuar sigurisë në stacionet e plazheve në Pogradec dhe në Pustec, përmes zbatimit të standardeve ligjore për administrimin e hapësirave publike, vrojtimin e plazheve, sinjalistikën dhe garantimin e sigurisë në plazhe. Gjatë mbledhjes u diskutua për sigurinë publike dhe turistike, menaxhimin e flukseve të vizitorëve, mbrojtjen e mjedisit dhe promovimin e trashëgimisë kulturore e natyrore. Takimi u mbyll me angazhimin e institucioneve për të vijuar bashkëpunimin dhe masat konkrete në funksion të një sezoni turistik sa më të sigurt dhe të suksesshëm për qarkun Korç.